Në një qytet të zhurmshëm, mes dritave të dyqaneve dhe aromave që përziheshin në ajër, ndodhej një fabrikë e vjetër me muretullash dhe dritare të mëdha. Brenda saj prodhohej një pije e famshme, e njohur nga të gjithë për shijen e saj të pazakont, por nga askush për recetën. Askush, përveç disa pak njerëzve, nuk e dinte saktësisht se çfarë përmbante ajo përzierje misterioze që e bënte produktin të dallueshëm nga çdo tjetër. Shpesh konsumatorët pyesnin pse nuk na e thon recetën, çfarë po fshehin, por ligji si një rojtar i heshtur qëndronte mes kureshtjes së publikut dhe interesit të prodhuesit. Ai nuk ishte as aleat i verbër i industrisë, as armik i konsumatorit. Detyra e tij ishte të ruante ekuilibrin. Në raftet e dyqaneve, çdo shishe kishte një etiketë të qartë, përbërësit bazë, vlerat ushqyese, paralajmërimet për alergjenët. Asgjë e rrezikshme nuk fshihej. Konsumatori dinte çfarë po pinte në aspektin e shëndetit, dhe kjo ishte ajo që ligji kërkonte para së gjithash, siguri dhe transparencë thelbësore. Por receta e saktë, raporti i përbërësve, mënyra e përzierjes, rendi i shtimit të aromave, këto ishin diçka tjetër. Këto nuk ishin thjesht informacione, por pasuri. Ishin fryt i viteve eksperimentesh, gabimesh, humbjesh financiare dhe përpjekjesh të vazhdueshme. Po të bëheshin publike çdo konkurrent, do të mund ta kopjonte shijen pa bërë asnjë nga sakrificat që kishte bërë krijuesi i saj. Praktikisht, ligji e njeh këtë realitet për cilin sapo folëm. Prandaj ekziston koncepti i sekretit tregtar, një drejt që i lejon një kompanie të mbajë të fshehta atë që e bën unike, për sa kohë që kjo fshehtësi nuk dëmton askënd. Nuk është një drejt absolute, por një marrëveshje e heshtur me shoqërinë. Unë nuk do të rrezikoj, ti do të më lejosh të ruaj sekretin tim. Në prapasken, autoritetet shëndetësore nuk ishin të verbra. Ato hynin në fabrik, kontrollonin dokumentet, analizat, përbërjen reale të produktit, e dinin recetën ose të paktën çdo element që kishte rëndësi për sigurinë. Sekreti nuk fshihej prej tyre, ai fshihej vetëm prej syrit të publikut dhe të konkurrentëve. Me kalimin e viteve, rreth produktit lindën legjenda. Disa thoshin se shija vinte nga lule të rralla, të tjerë nga erza të largta. Formula jo zyrtare qarkullonin si përshpëritje në tregje dhe kafene, por asnjëra nuk ishte e sigurt, dhe ndoshta kjo ishte pjesë e magjisë. Në disa vende, kjo fshehtësi u pa me dyshim. U kërkua transparencë totale, u vun pengesa, u mbyllën dyer, por koha tregoi se sekreti nuk është armik i konsumatorit. Për sa kohë që produkti është i sigurt, i kontrolluar dhe i ndershëm, në atë që deklaron, fshehtësia e recetës nuk është mashtrim, por strategji legjitime. Në fund, konsumatori vazhdon të blen pijen jo sepse di formulën, por sepse i beson shijes, cilësisë dhe sigurisë, ndërsa ligji si gjithmonë qëndron në mes, duke mbrojtur shëndetin e njerëzve dhe njëkohësisht duke lejuar kreativitetin dhe inovacionin të mbjetojnë. Sepse ndonjëherë ajo që nuk thuhet nuk është për të fshehur të keqen, por për të ruajtur atë që e bën një produkt të paharrueshëm.